Nëse Memli Krasniqi është Dada Roz, atëherë Lumir Abdigjiku është Dada Hyl në kuptimin e simbolika që po përdorin këto ditë në rrjetet sociale. Lumir Abdigjiku për kryeministër. Përveç se është i dot, qyqar dhe frikacak bashkë si Memli Krasniqi, ky vjen me një profil jetë të ngjashme prej milioneri. Askush se di saktësisht se çysh i bën njëri gjithë ato pare pasunin këtë vend. Mirë po nëse hajt përveç këtij misteri, a dikush problemi kryesor. Problemi kryesor është se nominimi i sotshëm i Lumirit rrezikon rikthimin e bllokadës pas 28 dhjetorit, nëse rezultatet dalin të njëjta si në zgjedhjet e fundit. Pse? Sepse vetëvendosja nuk mund ta bëjë vetëm me qeverinë. Sepse dyta në rand PDK me Betri Hamza gjithashtu nuk mundet, për arsye se Lumir milioneri ka çastin ose on kryeministër ose hiç. Dhe kështu prap bllokohet situata. Cili mund të jetë rezultati politik? Ky është PDK dhe LDK i futen sërish garës se kush ka me bëu koalicion me Kurtin. Garë kjo që Memli Lumiri ka nisë që 3 vite, sepse s'kam pas as guxim, as dije strategjike, as topa me bëu opozitë të fortë për mërzu Albin Kurtin. E cili mund të jetë epilogu negociata për koalicion në vetëvendosjen. Në këto negociata, në paketë hyn edhe presidenti, Kurti mund të mja propozu një figurë për president konsensuale, super të fortë nacionale, që s'mund ta refuzojnë këto dyja me votu në kuvend. Kështu ose PDK ose LDK hyjnë në koalicion me Kurtin, ose shkojnë zgjedhje prapë në pranver 2026, kur i s'ka dhënë mandati kësaj politikanës më bajatën botë Vjosa Osmanit. E pikërisht kjo me që është arsyeja pse unë Memlin dhe Lumirin i kam quajtur bashkëpunëtor të Albin Kurtit. Sepse me këtë çështje këta gjithmonë ja kanë zgjat jetën politike Albin Kurtit. Këtu natyrisht nuk e fus Betri Hamzën, të cilët siç thot populli Memli e la kohën të Arushës në dorë. Për cili do të ishte skenari më i mirë, tashmë veç i munguar. Zgjidhja më e mirë natyrisht do të ishte një front i përbashkët i fuqishëm opozitor që do t'i fitonte zgjedhjet dhe do ta çonte Albin Kurtin në opozitë. Por kjo nuk ndodh sepse opozita, siç po e shihni, as nuk don, as nuk din. Mirë po për këtë temë më shumë do të flas në videon e radhës. Tash, si pasojë e kësaj situate, kemi një konfigurim politik i cili përfaqëson një paradoks klasik të kësaj opozite. Ku këta që quajnë veten aktor opozitor bëjnë kinse këtë lloj konkurrence, duke prodhu de facto bashkëpunim me Albin Kurtin. Pra duke ja rikriju Kurtit ekuacionin e njëjtë për pushtet, me rujt pushtetin. Dhe kjo ka qenë pikërisht dinamika 4 vjeçare e Lumirit dhe Memlit në opozitë. Pra një dinamik ku mungesa kapacitetit tyre strategjik o shëndru të në kohën bërim stabiliteti kisha me thonë për Albin Kurtin. Përderisa këto ambicet e tyre personale kanë prodhu natyrisht blokad dihet në krye me Albin Kurtin, bashkëpunim me të. Pra në vend që këta dy me vepru si vektor të alternimit demokratik, ata funksionojnë si amortizator të ciklit politik të Albin Kurtit. Pra, duke e ushqy pikrisht pushtetin e Kurtit, të cilën kinë se këta pretendojnë me rëzu, me ndryshu. Po të kështë qenë kja sinqert, opozita kështë me qenë e bashkuar, me rëzu Albin Kurtin, dhe qështën e kryeministrit me zgjidh pas zgjedhje. Apo si që kështë me thënë kë kryetari analfabet i vetëvendosjes Nobiliq me zgjedh pas zgjedhjeve. Në këtë mes, natyrisht edhe njëherë po flasë, nuk po fus asësi zotëriun e nderuar Betri Hamza, të cilët po përsëris Memli ja kalon këmbë të Arushës në dorë. Lumir milioneri kështu kur s'ke me po kryeministër. Po shije tash i çore që po ke dëshirë me po prap ministër e Albin Kurtit.